Qeveria paralajmëroi masa për luftë kundër varfërisë te fëmijët me 3 dhe më shumë fëmijë, duke promovuar ambientet e rinovuara të klinikës së ginekologjisë dhe obstetrikës në Spitalin Shtetëror. Kryeministri tha se qëndron fuqishëm pas politikave pro-life dhe për lindjen e sa më shumë fëmijëve. Megjithatë, pikërisht këto fëmijë janë më të varfërit, sipas raportit më të ri të Entit Shtetëror të Statistikave për vitin 2024. Sipas kryeministrit, masa do të shpallet në mënyrë suksesive gjatë vitit 2026. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да работиме. Ги охрабруваме општините да продолжат со ној проект, да речеме парцелизација за млади брачни парови, 1 евро и ослободување на комунали. Ние како влада ќе почнеме да го имплементираме поврат на даноци за мајките за прво, второ, трето плюс родено дете и така натаму. Edhe pse varfëria në vitin 2024 është ulur krahasuar me vitin 2023 si dhe me të gjitha vitet që nga 2020, ajo është rritur te pensionistët. Mickoski thotë se ky tregues është një arsyetim i mirë për politikën e tyre të rritjes lineare të pensioneve. Очекувам веќе во лакенскиот параметар, односно стапката на сиромаштија во групата пензионери во 25-та драматично да биде подобрена, бидејќи со тие 2.500 денари линеарно зголемување во ноември 24-та, 2.500 денари линеарно зголемување во април за март 25-та, 1000 денари во ноември за октомври и очекувам драматично да биде подобар во 25-та стапката, подобрена стапката на сиромаштија во групата на пензионери споредно со 24-та и 23-та. Mickoski thotë se qeverisi përshtatet një pagë minimale më e lartë, por vetëm nëse ka marrëveshje mes punëdhënësve dhe sindikatës. Ai thotë se shporta konsumatore në Maqedoni është ndër më të lirat krahasuar me pagën minimale, pra fuqia blerëse në vend është më e mirë se një pjesë më të madhe të vendeve të rajonit. Sipas tij, këtë tregojnë të dhënat e Eurostatit dhe atyre duhet t'u besohet e jo krijuesve të shportës minimale sindikale.